حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thamë në dersin e kaluar se arshi, throni dhe kursiju karrika e në hak, dhe sa të jenë të vërtetuara me Kur'an, me hadith dhe me fjalë të ulemave të selefëve. E nuk është për qëllim asnjëherë me arsh, me thron, pushteti e Allahut, apo ndonjë planet gjithëpërfshirës, siç kanë thënë disa grupa apo fraksione të devijuara. Në vazhdim thot Imam Tahaviu, Allahu e pasmëshiruar, Allahu i madhruar, ani pse është mbi arsh, fa huwa mustagnin anil arshi wa ma dune. Allahu është i pa mëvarur, i pa nevojshëm për arshin dhe atë që ka nën arsh. Muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu. Allahu ani pse është lartë mbi arsh dhe i pavarur për arshit, ai megjithatë është dirigjues dhe kontrollues dhe i dijshëm për çdo gjë që ka bëhet në këtë gjithësi. Wa qad a'jaza an al-ihatati khalquhu, ndërsa krijesat e tij nuk kanë mundësi të dinë për Allahun e madhruar. Pra, Allahu Azza wa Jall, ani pse është mbi arsh, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, Allahu është ngritur mbi arsh, megjithatë është plotësisht i panevojshëm dhe i pavarur për arshin. Fraksionet, grupet të cilat dëvënshme, jo të hershme, të cilat e kanë mohuar një gjatë të tillë dhe është bërë një polemik shumë e thellë dhe shumë serioze me shekuj, dhe vazhdon që besat jetë ende në mes ehle sünnetit dhe fraksioneve të tjera rreth kësaj çështjeje, rreth çështjes së arshit gjithsesi, ngritjes së të madhit Allah mbi arsh, ka të bëjë me atë se janë munduar të ikun diçka çka e bën të mangët lartmadhërinë të madhit Allah. Allahu është mbi arsh, asnjëherë nuk do të thotë se ai është i nevojshëm për arshin. Për atë arsye Tahaviu për mes Sharukit bi ka thonë wa huwa mustagnin anil arsh, të qenurit të Zotit mbi arsh, nuk do të thotë në asnjë mënyrë që ai është i nevojshëm për atë që është nënte. Çka të është këtë tokë, që është më lartë, është e nevojshëm për atë që është më poshtë. Njeriu është i nevojshëm për kamët e tij, dhe kamët e tij janë të nevojshëm për këtë tokë që hecë mite. Po dhe kjo xhami është e nevojshëm për këtu shtylla, ku pato nuk mund të qëndroj. Po edhe ky shkam është e nevojshëm për këtu kam të cilat qëndrojnë mbi te. Dhe me thonë është i varur, ka nevojë për te, pa te bjen. Kjo nuk mund të imagjinohet në lartmadhërinë e Zotit. Allahu nuk ka nevojë për arsh. Arshi ka nevojë për Allah Azza wa Jall.
E ata për mi i kësajna se mas ka nevoj, me pas nevoj, pas taj është i mangat, e kanë më huar krejt, e kanë më hu për del kufër, se për më hëndë që është me Koran. E nuk ka nevoj me më hu, por ka nevoj mirë me kuptu. E se të kuptohet mirë, edhe jep hakun a jetit, aty ku është, edhe njef Zotin tënë të ma mirë, edhe që ndrën nuri dhe nelën dhe ndritë. Pra, do të thuhet se Allahu me gjithë se është ngritur mbi arsh, nuk ka nevoj për arsh, ashtu të siç nuk ka nevoj për asë një krijes të ti. Edhe arshi, edhe krijesa tjera krejt të gjitha janë të mbarura edhe të nevojshme për lartmadhërin e të madhet Allah Azza wa Jall. E se qëndron i madhi Allah mbi arsh përderi sa nuk ka nevoj për arsh, ai është e panjohur për ne, sepse ne nuk mund të imagjinojmë se Allahu qëndron mbi arsh, e që arsh është fron, e froni është një karrik e madhe, në të cilën rrin mretin të pak me veçantë, nuk mund të imagjinojmë se Allah është në formë të uljes së njeriut mbi fron. Nuk mund, e besojmë, po nuk guxojmë të futemi ma fellë se si. Për atë arsye me Maliku, Allah e pas më shëruar, kur është pyet për ajetin, thumma stawa alal arsh, ka thonë, qysh është el istiva, ngritja e Allahut, ka thonë, el istiva është e njohur, istiva dhe me thonë më ngrit lartë. Është e njohur në Koran, e njohur në Sunet, e njohur të sahabët, e njohur të tabiinët, e njohur të muslimanët, të ehlusunetit e njohur. O el kejfu me gjhull, për mënyra se si qëndron Allah është e pa njohur. Për çdo krijes, jo vetëm për njerëzit. Sepse ati lartë se në afrohen as me laçet. Was-sualu anhu bid'a, dhe se të pyeturit për te është bidat. Sepse po mundosh me fut në diçka që nuk e dije dhe nuk e rrugë me arrit atje. E të qendrit e Zotit të panevojshëm për krijesat e tij është parim esencial. Dhe është e vërtetuar me Koran shumë ajete. Ka thonë Allahu, inna Allaha laganiyun anil alamin. Allahu është ngani, dhe me thonë i pamvarur ndaj el alamin, ndaj çdo kujt që është në këtë gjithësi. Dhe ka thonë Allahu, wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid, Allahu është ai i cili është i pamvarur dhe Allahu është falënderues. Pra, Allahu nuk ka nevojë për arshin. Muhitun bi kulli shay, megjithse Allahu nuk ka nevojë për arshin, edhe është mbi arsh, nalt. Megjithatë, është i dijshëm dhe çdo send futet brenda dijes Zotit. Tebareke ve Teala. Çka thon Allahu, wallahu min waraihim muhit, dhe Allahu çdo send që ka bëhet në ta, edhe mes tyre dhe brenda tyre din, dhe ka thon Allahu, walillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. E Zotit është çka në qiell dhe në tokë, dhe Allahu për çdo gjë është i dijshëm. Është i dijshëm. Kjo nuk do të thotë se Allahu është brenda njerëzve dhe njerëzit janë futur, është të njerëz futur brenda tina. Asnjëherë, stakfirullah, hasha, por se Allahu është rreth tyne, ka për qëllim i përfshin këta krejt, ma bukfalisht i bie, i përfshin dija e Zotit është në gjithë përfshirëse. Pra nëpse Allah është nalt, mas nalt me qenjen e tij, dija e Zotit, kontrolli i Zotit, dirigjimi i Zotit është në çdo vend në mënyrë absolute, nuk i ik kur gjë të madhe të Allah Azza wa Jalla. E qysh me ik dijes të Zotit, kontrollimit, dirigjimit të Zotit,
çka ka në tokë dhe në qiell, qysh me ik, kurse çka thon Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu, 7 pol qiejt, edhe toka dhe çka ka në to në dorën e Rahmanit Allahut janë sikurse një atom, një grimc e vogël, thoni kokër gruni, s'ka dërt, në dorën e dikujt prej jush. Ka të dusha rrotullon. Çka janë këto tjera, krejt këtë gjithësi, në krahazim me lartmadhërinë e Zotit, sikurse në njeri ku e kap dorën, e shtrin dorën e vet dhe në shpllakën e dorës se ka ndonjë tazam kokër gruni apo diçka më të vogël. Çka është kjo në krahazim me këtë njeri të madh me dorën e tij? Kjo se kur gjë? Kjo është kur njeri nuk kanë të mrena. As ka nevojë për çto. Por megjithatë, po shef se çka konte dhe po rrotullon si pedan. Si po dan. Pra, Allahu i madhruar në çdo gjë çka sillet dhe çka ndodh në këtë gjithësi, te bareke o taala është i dijshëm për të, megjithse Allahu është mbi të gjitha krijesat, lart me qenien e tij. Se çka thon Allahu i madhruar, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, dhe Allahu është lart mbi robët e tij. Dhe ka thonë Allahu, yakhafuna rabbahum min fawqihim, i tutën Zotit që kanë lartë mbi ta. Kjo është edhe një pikë apo një çështje ndarëse që ndan ehle sunnetin prej fraksioneve tjera, a është Zoti në çdo kund, në çdo vend, apo është Allahu lart mbi arshin e vet. E nuk ka dyshim se të qenurit e Zotit mbi arsh, gjithsesi mbi krijesat e tij tashmë, edhe mbi çdo gjë tjetër, është hak e vërtetuar me Kur'an, me 10 ajete, me 10 hadithe, me 10 argumente, dhe me qindra thonje të ulemave të ehlesunetit dhe me natërshmërinë e njeriut me mendjen e shëndosh të njeriut. Tënë faktet dhe dëshmit argumentet qojnë drejt asaj se Allahu është lart mbi arsh. Te bareke ve teala, pra mbi krijesat e tij krejt. E krijesa më e lartë është arshi. Nuk ka krijesë më të lartë se sa arshi. Arshi është më e larta. Nën arsh janë krijesat e tij tjera të gjitha. E Allahu është mbi arsh, pra është mbi krijesat e tij. Prej argumenteve të cilat tregojnë se Allahu është lart mbi arsh, është edhe hadithi Buhari's radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu i krijoi krijesat. Dhe ketebe fi kitab, i shënë çdo sa në libër të vet. Dhe ai kitab, ai libër, Lauhul Mahfuz, që kemi folur për të në fillim, fa huwa indahu fawqa al-arsh. Dhe ai libër është të Zotit mbi arsh. Është të Zotit mbi arsh, pra është nalt. Dhe në te ka, që ka për qëllim që ka konte, anna rahmeti sabaqat ghadabi, rahmeti jam është para hidhrimit tim. Rahmeti jam është para hidhrimit tim. Pra, ajo që kanë nxjerrë pe hadithit është se është mbi arsh, libri mbi arsh, e Allah, libri të Zotit, e Allahu mbi arsh. Pra Allahu lart, te bareke ve taala. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të Jabirit radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, përderisa xhenetlit janë duke u kënaqur në xhenet, duke shijuar të mirat e Zotit në xhenet, kur u del një nur i paraqitet dhe i ngrisin kokat lart.
lartë. Dhe Allahu del të bareke, që faqet Allahu të bareke wa ta'ala mbi ta. Pra nuk po vjen drejt, po mbi ta. Se Allah është mbi lartë. Dhe që faqet Allahu mbi ta. Edhe thët Allahu, ja ehlel gjenne, selamun alejkum, o ju banor të gjennet, apo ju gjennetli, selam alejkum. Dhe pas ta ka lexu pejgamberi alayhi salatu wassalam ajetin kuranor, selamun qawlan min rabbin rahim. Fjalë, selam prej Zotit të mëshirshëm. Pra komenti këtij ajeti kuranor. Dhe Allahu i shikon ata dhe ata shikojnë Allah. Dhe nuk mund të kthehen nga asnjë sen tjetër përderisa janë duke parë nurin e të madhit Allah Azza wa Jall. Pra njerëzit mahniten nga bukuria që shohin Allahun e madhruar dhe i harrojnë të mirat e tjera të xhenetit që janë. Por qëllimi i hadithit është se Allahu që faqet mbi ta dhe ata ngrisin kokat lartë, kryt lartë dhe Allahu i jep selam xhenetlive. Pastaj ka thënë Allahu i madhruar, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin. Allahu është i pari, Allahu është i mbrëmja. Allahu është më i larti, e tash nuk i bie më i ulti përballë kësaj, por i bie se edhe çka është më ulta, nuk i mshifet Allahut. Edhe se është më së afërmi, prapë se prapa nëpse mas larti. Por është më së afërmi me dijen e tij. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadith, o Zot, anta al-awwal, ti je i pari, s'ka para te kurrë. O anta al-akhiru wa laysa ba'daka shay, dhe ti je i mbrëmje dhe nuk ka pas te kurrë. Tebaraka wa ta'ala. O anta al-dhahiru fa laysa fawqaka shay, dhe ti je më i larti dhe nuk ka mbi ty asgjë. Wa anta al-batinu fa laysa dunaka shay, dhe ti po nuk i bie tash më i ulti përballë më i larti, por ti je më së afërmi. Dhe nuk ka diçka që është më afër se sa ti ndaj krijesave të tij. S'ka kush që din më shumë për krijesat e tij, i kupton më shumë, i dëgjon se sa i madhi Allah. Këta katër emra të Zotit, dy kanë për qëllim përgjithshmërinë e zelin e Zotit, pa fillimshmërinë edhe pa mbarimshmërinë. S'ka fillim dhe s'ka mbarim. Anta al-awwal, s'ka kur gjë para teje dhe je i pari. Anta al-akhir, je i mbrëmje, s'ka gjë pas teje. Dhe dy të tjerat janë që Allahu është më i larti, tebaraka wa ta'ala, dhe mbi te nuk ka asgjë, dhe afërsinë e Zotit ndaj robëve të tij, ku nuk ka diçka që është më afër të robët e tij se sa i madhi Allah Azza wa Jall. Pra jetë është i qartë edhe hadithi se Allahu është mbi mbi krijesat e tij, tebaraka wa ta'ala. Pastaj prej argumentet të cilat tregojnë se i madhi Allah Azza wa Jall është mbi krijesat e tij, është hadithi i Zejnebës, gruas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Imam Buhariu se Zejnepja u lavdonte, u krenonte para artakeve të saja, para grave tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ju thonë, juve ju kanë martue familjet e juaja, baba ju, kujdestare familjar, të ka bo për hajrë për pejgamberin alaihi salam, mu më ka martu Zoti jam prej mbi qiellit të 7. Prej mbi qiellit të 7, sepse Allah urdhëroi me Kur'an pejgamberin ta martej Zejnepën. E Zejnepja u krenonte shumë me këtë. E qëllimi është se kjo po pohon, po thot Allahu më ka martu mu me pejgamberin alayhi salatu wassalam prej mbi qiellit të 7. Pra duke qenë Allahu lart tebaraka wa ta'ala. Omer radiallahu anhu njëherë nalë me një grua plak, këtynën mosh.
Dhe po bën Allah me te, nali gruaja në rrugë pe Omerin, e nali gjatë. Dikush ishte të prit Omerin dhe i tha ma se kreu me këtë grua, i tha subhanallah. Që ka të shumë mete me një gru dhe që të ashtë? Omeri tha miri ti miri, a nuk e ditë kështë e grua? Tha pa e gru, është gruja të cilën Allahu janë ndëgjoj ankesën e saj, ndaj burrët të saj, prej mbi qiellit të 7 la ilaha illallah. Prej mbi qiellit të 7. Është fjala për suratul Mujadele. Ku thot Allah qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kur është shku kjo grua, kur ka marrë kod pejgamberit alayhi salatu wassalam, emri ka pas Khawle, ka shku te pejgamberi dhe ka anku për burrin e saj. Anku për burrin e saj. Po këto është një tregim tash për mos më zgjat, Aisha në dhomë, gruj pejgamberi në skaj, dhoma saj ka 2-3 metra. Pejgamberi në skaj, gruja pe flet ka dale pejgamberit, sa që Aisha pa thot nuk pëndëgjojnë e mirë që pa i thot, Allah e zbriti këto ajete koranore. Aisha thot subhanallah, po une nuk e niva mirë që tha, e Allah e niti prej qiellit të 7. Dhe zbrit Allah këto ajete koranore. Qëllimi është, natyrisht, i sjelljes së këtij argumenti, se Omeri pa thot Allah ka ndëgjue fjalën e saj prej mbi 7 palë qiejve, prej snalët e ka ndëgjue Zoti fjalën e saj. Allahu pra është lart, te bareke wa taala. Prej argumentet të cilat tregojnë se Allah është mbi krijesat e tij, ka thënë Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim. Njerëzit drejt të devotshëm të Allahut, të thamë edhe më herët, i tutën Zotit që është mbi ta, te bareke wa taala. Ka thënë Allahu pastaj ilayhi yas'adul kalimu tayyib, të Zotit ngritet lart fjala e mirë. Çes ka thënë shkon te Zoti po ngritet, e më ngritet më thon me shku lart. Pastaj ka thënë Allah për Isa alayhi salam, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Unë kam të ngrit ty lart te on, kam të ngrit ty më të marr nalt te on, më të ngrit lart. Ku është i madhi Allah Azza wa Jall. Pastaj rob të Zotit kur bojnë dua, i ngritin duart lart drejt madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lam të mers, kur i tha shokëve vet, dëshmoni se unë e qove manetin në vend, o a komentova të që a isha ngarku prej apo porosit prej Zotit, e që i gishti lartë tha o Zot, dëshma. Gishti lartë me shenjë se Zoti është nalt, o Zot, dëshma, ja Rabbi edhe ti, se unë e qova e manetin temën vend. Dhe jetë argumente tjera sa të dush, prej tyne dhe hadithi Mirajit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shkuar në Isra dhe Miraj prej Kutsi Sherifit lartë në qiell me taku të madhen Allah, me fol me të madhen Allah mbi qiellin e 7. Pastaj pjesë e hadithit të emrit të pejgamberit mes Musës poshtë dhe mes Allahut lart, ku Musa i thot, shumë janë 50 namaze, shka lyp lehtësim për popullin tënd, se s'mun e bajnë populli yt. Nuk ka mujt me bajt as i jemi, e as popullit së në banë, dhe pejgamberi ka shku lartë Allah, dhe ka lyp lehtësim, dhe është lehtësujnë zbrit 10, e ka zbrit poshtë, e Musa ka thonë, jo shka prap, e lyp halal lehtësim, e pse me shku lartë? Sepse Allah është lartë, te bareke wa taala. Dhe argumente tjera nga Kurani dhe Suneti, deri të fjalët e ulemave të selefëve, të cilët e kanë vërtetuar bindshëm se Allahu është mbi krijesat e tyre. Për atë arsye, kur është pyetur Abu Hanife radhiyallahu anhu, çka thotë për një njeri i cili thotë, nuk e di a është Zoti im lart mbi qiell apo në tokë, çka thotë për të? Ka thonë për të se është kafir. Sepse Allahu ka thonë, Ar-Rahman alal arsh istawa,
Allahu është ngritur mbi arsh. Qyshtat nuk e di, a është Allahu lart apo poshtë, kurse arshi tina është mbi 7 palë qiell. Pastaj ka thonë ai pyet si nxënësit e banijës, po mirë, nëse dikush e pranon që Zoti është mbi arsh, sa Allahu po thot Al-Rahman al-Arsh istawa, Allah është ngritur mbi arsh. Këtë po e mohon, po e beson, por po e mohon tjetë Allahu mbi arsh, por arshin qiell apo në tokë, ka thonë prap ai ka bërë kufër, sepse ka mohu që tjetë në qiell. E ai cili mohon që arshi është mbi 7 palë qiell, e Allahu mbi arsh, ai ka bërë kufër. Dhe në këtë formë kanë shkuar edhe ulemaja e tjerë dhe ndëgjum pash prej Zenepes, prej Omerit dhe prej shumë ulemave tjerë të selefëve, natyrisht të dietarëve tjerë nuk diskutohet, deri kohën e Zotit, të cilët bindshëm e kanë argumentuar dhe vërtetuar të ekzistuarit e arshit Fronit, dhe se arshi është mbi qiell lart, mbi qiellin e 7, dhe se Allahu i madhruar është lart me qenien e tij mbi arshin, por forma, mënyra, se si, mënyra absolute për ne është e panjohur edhe pa kapshme, dhe ne jemi të vegjël me ditë se si qëndron Allahu i madhruar, por përballë kësaj jemi të bindur se Allahu me dijen e tina, me ilmin e tij, është afër çdo krijese te bareke ve taala, dhe se Allahut nuk i fshifet as gjë. Natyrisht vallahu alem, e din më së miri te bareke ve taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.